Një qytetar i shqetësuar ka denoncuar publikisht nëpërmjet redaksisë tonë një rast të rëndë që lidhet me sigurinë e barnave që tregtohen në vendin tonë, veçanërisht përmes platformave online. Sipas denoncimit, bëhet fjalë për një produkt të prezantuar si shurup për pastrimin e kanaleve urinare, i cili tregtohet përmes një faqeje në internet me emrin Shëro kanalet urinare. Qytetari thekson se produkti në fjalë nuk përmban asnjë informacion bazë mbi përbërësit, datën e prodhimit apo të skadencës, element thelbësor për çdo medikament. Etiketa e vetme në shishe përmban një përshkrim të përgjithshëm: pastruesi kanaleve urinare, shëro veshkat dhe kanalet urinare. Përshëndetje, shiko çfarë mashtrojnë njerëzit. Pastruesi kanaleve urinare pa asnjë datë skadence, pa asnjë përbërës, pa asgjë, dhe njerëzit porosisin. Pleqëria e shkret nëpër Facebook dhe Instagram dhe gënjejnë njerëzit. I bëj thirrje akuzë dhe tatimores të ndërhyjë menjëherë dhe të zbuloj kush qëndron pas kësaj faqe. Kjo është faqja që ka porositur zonja Shëro kanalet urinare, thot qytetari. Ky rast hedh dritë mbi një problem më të gjerë që ka të bëjë me mbikëqyrjen dhe kontrollin e tregut të barnave në Shqipëri. Ndërhyrja e autoriteteve kompetente është emergjente dhe domosdoshme për të siguruar që ilaçet që tregtohen në vendin tonë të jenë të kontrolluara dhe të sigurta.